Mbrojtësi vllaznisë Elmando Gjini ka folur në prag të përballjes ndaj Ignatias, një ndeshje kjo që pritet të jetë mjaft e rëndësishme për ecurinë e kampionatit. Futbollisti kuqeblu shpreh se skuadra shkodrane është e vetëdijshme për vështirësinë e takimit, duke vlerësuar Ignatian, por theksoi se objektivi i vllaznisë mbetet fitoria. Është një ndeshje shumë e vështirë. Si që kam thonë edhe në interviste të tjera, nuk ka ndeshje të lehta në kampionatin tonë. Por si me Ignatian, si me ekipe tjera, ne gjithmonë shkojmë për një mendim për me fitu. Shumë e rëndësishme si për ne dhe si për Ignatian, por kur lumë për një ekip si Vllaznia, gjithmonë ke presion dhe gjithmonë do t'japësh maksimumin për çdo lojë. Gjini lat hapur gjithçka për të ardhmen pas përfundimit të sezonit. Shumë i kënaqur, normal që duhet falenderoj edhe presidentin edhe profesor Edi Martini si më kanë besu të unë edhe veç du me shpërly për çdo lojë. Thonë drejtë, unë kam kontratë të Ballkani, por Vllaznia ka opsionin për me ble. Unë jem shumë mirë Shkodër, jam shkodran, por mas sezonit do flas me menaxherin edhe do shohim si është më mirë për mua. Vllaznia dëshiroi të marrë një rezultat pozitiv në transfer ndaj Ignatias në një ndeshje që pritet të ketë peshë të madhe në garën për titullin kampion.